Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka kërcënuar se SBA-t kanë kapacitetin të godasin Iranin në një mënyrë që do ta bënte të pamundur ndërtimin e tij, por theksoi se një veprim i tillë nuk është ndërmarrë. Në një intervistë telefonike për Fox News, Trump u shpreh se SBA-t kanë fuqinë të shkatrojnë objektiv të rëndësishëm iranian brenda një kohe shumë të shkurtër. Jemi mirë, mund të shkatroj gjëra brenda orës së ardhshme. Mund të mblidhemi dhe brenda një ore do të lexoni për shkatrimin e centraleve bërthamore. Mund t'i bëjmë Iranit gjëra që do të ishin të tmerrshme. Ata fjalë për fjalë nuk do të mund të rindërtoheshin kurrë si komb, por ne nuk po e bëjmë këtë tani, u shpreh Trump. Deklarata e tij vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme mes Washingtonit dhe Teheranit, veçanërisht lidhur me programin bërthamor iranian dhe sigurinë në lindjen e mesme. Po ashtu Trump për herë të parë la të hapur mundësinë që Rusia po ndihmon Iranin. Mendoj se Putin mund ta ndihmojë pak Iranin, tha Trump. Presidenti amerikan u shpreh se Shtetet e Bashkuara nuk ka nevojë për ndihmë me mbrojtjen kundër dronëve kur u pyet nëse Ukraina po ofronte një ndihmë të tillë. Ndërkohë, pak më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth u shpreh se udhëheqësi i ri suprem i Iranit është i plagosur dhe me shumë mundësi i shpërfytyruar. Hegseth këmbgul gjithashtu se SBA-t po merren me sulmet iraniane në ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se po shkatrohet marina dhe industria mbrojtëse e Iranit, pavarësisht sulmeve nga Teherani që në mënyrë efektive mbyllën rrugën kryesore të naftës. Gjatë konferencës së tij për shtyp ditën e sotme, Pete Hegseth u shpreh se ndërprerja e trafikut në ngushticën e Hormuzit, të cilën Irani e mbylli, duke bllokuar më shumë se 1.000 anije mallrash në këtë proces, po trajtohet nga ushtria amerikane. Ndërkohë, Dan Kane, kreu i shtabit përbashkët të ushtrisë, deklaroi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë të shkatrojnë marinën iraniane.